A e dini pse shumë biznese bëjnë postime të reja vazhdimisht, por përsëri nuk shohin rritje reale të klientëve? Sepse këto postime vërtet sjellin vëmendje ndaj biznesit, por vendimi i klientit merret diku tjetër. Kur një klient sot kërkon të zgjidhet një problem i tij, ai nuk i intereson që të analizojë postime. Ai bën kërkim në Google për të gjetur një shërbim specifik, dhe jo rrjetet sociale, sepse ai kërkon zgjidhje aktuale ndaj problemit të tij, dhe jo të zbavitet. Sepse ky klient është duke kërkuar për një biznes që gjendet qartë në Google, që ndodhet pranë vendodhjes së tij dhe që duket i besueshëm. Postimet në rrjetet sociale thjesht bëhen scroll pasi ke lexuar një herë, ndërsa kërkimi në këto platforma bëhet me qëllim të caktuar. Dhe kjo është diferenca, sepse nëse biznesi yt nuk gjendet qartë dhe direkt në Google atëherë kur klienti është duke bërë kërkimin, dhe nëse nuk ka informacion të organizuar qartë dhe në mënyrë të strukturuar, që ta bëjë biznesin tënd të duket i besueshëm ndaj këtij klienti që po kërkon, atëherë ky klient nuk të zgjedh, edhe nëse e ka parë biznesin tënd në rrjetet sociale. Sistemi SMO 360 gradë është ndërtuar pikërisht bazuar mbi këtë sjellje reale të klientit. Ai nuk synon që të ndryshojë mënyrën se si sillet klienti, por i përshtatet asaj. Ky sistem synon që biznesi yt të gjendet në Google pikërisht atëherë kur klienti është duke bërë kërkimin, qoftë në vetë Google apo dhe në Google Maps. Ndërkohë që biznesi yt ka informacion të strukturuar qartë dhe në mënyrë bindëse, me mënyra kontakti të menjëhershme që t'i krijojë besim të plot klientit. Dhe kur klienti të gjen kështu në Google, duke e patur lehtësisht të kuptojë se çfarë ofron, ai e merr vendimin shumë shpejt dhe me lehtësi. Në 2026 nuk fitojnë më bizneset që bëjnë më tepër postime, por ata që janë aty në momentin e dur kur klienti është duke e bërë kërkimin ndaj asaj që keni për të ofruar. Sepse marketingu real nuk është të krijosh më tepër vëmendje, por të jesh aty kur merret vendimi. Dhe ky vendim merret duke kërkuar në Google dhe në platforma të tilla si Panairi Online. Nëse do që biznesi yt të mos humbas më klientë që janë duke kërkuar për shërbimin tënd çdo ditë në Google, hidh hapin e parë. Regjistro tani biznesin tënd tek platforma Panairi Online. Sapo janë hapur regjistrimet për 900 biznese që do t'i bashkohen platformës për gjatë vitit 2026. Dhe nga gjithë këto, për 300 të para që e bëjnë rezervimin do t'u ofrohet paketa promo dhe regjistrimi i profilit në platformë 100% falas. Nëse je gati ta hedhësh këtë hap, komento poshtë "Dua sistemi Panairi Online" dhe një antar i Soma Marketing do t'ju kontaktoj për detaje të mëtejshme.